Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në gjeopolitik, por që reflektohet edhe në Ballkan me zhvillimet e fundit me kryefjalë sigurinë. Ballkani i hapur tashmë është mbyllur me marrëveshjen trilaterale mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Duket se po përgatitemi për më të keqen. Për këtë situatë do të flasim me deputetin e PTK-s, zotin Isen Berisha. Zoti Berisha, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve. Një marrëveshje që de facto na përgatit për luftë, por ju shpreheni që kjo nuk ka një bazë ushtarake. Shëve, për ta përmbush këtë narracion që e dha ju në hyrje, nëse do pash, thuhet përgatitur për luftë, kështu është një slogan në fushën e sigurisë. Mirë po unë nuk e shoh këtë një lloj marrëveshje që çon tek përgatitja për luftë, por një marrëveshje trilaterale e cila mundson këtyre shteteve që kanë nënshkruar që të arrisin, të forcojnë aftësitë e veta mbrojtëse, pastaj të arrisin edhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, sepse Kroacia është një vend që ka një zhvillim të tillë, por me rritë edhe ndërveprueshmërinë e vet apo interoperabilitetin si forca në fusha të ndryshme siç janë edukimi, janë trajnimet që shuhet domethënë edhe Kroacia dhe Shqipëria, sepse këto janë dy shtete në pozicione të mëdha gjeostrategjike dhe të kapin pjesën më të madhe të bregdetit Adriatikut. Pastaj në stërvitje të përbashkëta që shkëmbejnë përvojat, eksperiencat, me qëllimin që të përgatisin kapacitetet e tyre mbrojtëse me në gjuhën përbashkët ushtarake dhe në rritjen e ndërveprueshmërisë, duke pasur edhe një koncept dhe doktrinë stërvitje trajnuese të përbashkët. Këto janë benefitet që mund të nxjerren nga ky bashkëpunim. Pastaj, unë mendoj se këtu do të ishte mirë të gravitojnë edhe shtetet tjera që ndërtojnë forca dhe kapacitete me karakter defanziv dhe mendojnë se duhet si forcat përbashkëta të sfidojnë të gjitha rreziqet e mundshme që do të paraqiteshin në rajonin tonë të sigurisë, pra në pjesën juglindore të Evropës apo edhe në Ballkan. Malizi duket si vështirë me Maqedoninë. Unë mendoj se këtu pati një pretendim, tani pritet një takim me sekretarit përgjithshëm NATO dhe në Beograd, pritet nga Vučić, dhe të ndoj interpretime se gjëja se si do të shifen. To nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria si shtete anëtare të NATO-s e kanë bërë këtë kokën vetë dhe pa u konsultuar. Ka shumë nisma rajonale të cilat kontribuojnë në rujtjen e paqes dhe çetësisë në rajon. Është Adriatiku 5 për shembull, ku ne pretendojmë të jemi anëtar mirë, po e kemi veton e Bosnës ende për shkak të ndikimit të Republikës Srpskës. Pastaj Malizia është anëtar i NATO-s, në qoftë se tani Malizi tani ka një qeveri, ju e dini, dhe kryetari i Kuvendit dhe qeveria janë me orientime pro-ruse, kjo ka qenë një fatkeqësi e madhe që i ka ndodhur Malizi, dhe këtu kanë përfituar si palë të drejtë, pala serbe dhe pro-ruse nga përçarja që është krijuar nga grupimi shqiptar që udhëheqte Ajfar Abazoviqi dhe Gjukanoviqi, kështu që mendoj se në zgjedhjet e ardhshme këta do ta rikuperojnë këtë gabim dhe Mali do ta ruajnë orientimin e Malizi drejt Bashkimit Evropian dhe integrimit përgjithshëm euroatlantike, sepse Malizi veç është anëtar i NATO-s dhe nuk ka asnjë pengesë që të jetë pjesë e kësaj nisme, por vetëm pengesë është sepse qeveria ka një orientim prorus. Po flitet se edhe Bosna, edhe Bullgaria mund të ftohet të jetë pjesë e kësaj marrëveshje dhe unë e shoh këto vetëm si një forcim i mbrojtjes dhe një gatishmëri apo rritje gatishmërisë për t'u përgjigjur çfarë do pasiguria apo rreziku që cënon sigurinë në rajon. Çfarë problemi ka që mund kjo marrëveshje mund të ketë brenda saj dhe nenin 5, nëse do ta marrin shembull me NATO, nëse sulmohet një vend, dy vendet e tjera për në rastin konkret, marrëveshja trepaqe të ndërhyjnë. Sepse ne kemi edhe në Francën që kanë marrëveshje dy palëshe ushtarake. Dëgjoj, e para kjo nuk është një pakt ushtarak. Kjo do të hequr nga mendja, këto janë pretendime Serbisë për të imagjinuar se ajo ka paranoja sepse është shtet në krizë, jo vetëm
në krizë të brendshme, të zhvillimeve të brendshme, po për shkak se kom duket se kanë ngjerë bashkë me Korenë e Veriut vetmi vend që ende ka regjim totalitar, autokrat, dhe ku ka pakënaqësi ki pa me miliona qytetarë në për rrugë tash sa ku. Pra, edhe plus asaj Serbia ka rrezikun tjetër të brendshëm, viktime të cilit do të jetë mos respektimi i statusit të komuniteteve jo serbe brenda Serbisë dhe fundi i saj besoj se ashtu siç ka ardhur Vučići me keq përdorim vote, ashtu do të shkojë. Mirë, po ajo është me hipotekat veta të kaluara, që ju dini se pas Hitlerit është njeriu i dytë që ka thënë se për një serb do të vritet 100 bosnjak. Njëjtë ka deklaruar Hitler për ushtarët e tij, kështu që fundi i tij do të jetë në tribunalin e Hagës, për atë për Jugosllavinë. Kështu që qëndrimet e tij dhe paragjykimet e tij janë paranojake, ai tani do të më kriju fortunë në botë për çdo zhvillim që bëhet në rajon. Unë këtë marrëveshje nuk e shoh se ka tendenca për të rrezikuar asnjë shtet fqinj në këtë pjesë të Ballkanit, të Evropës. Përkundrazi është një marrëveshje e mirë, e dobishme për të trija vendet, edhe do të ishte mirë se të integrohen edhe shumë vende tjera dhe unë shpresoj se kanë me qenë pjesë të kësaj, qoftë në fuqizimin e mbrojtjes së tyre, qoftë në rritjen e zhvillimin e industrisë ushtarake dhe shkëmbimeve, qoftë edhe në rritjen e ndërveprueshmërisë përmes edukimeve, trajnimeve, stërvitjeve të përbashkëta që ju tolerohen. Dy shtetet janë anëtare të NATO-s, Kosova është nën administrimin e NATO-s, kështu që nuk përbën kurrë konflikti. Ndërsa Serbia nuk mund të paragjykojë se kjo është me një tendencë. Nëse Serbia nuk bëhet pjesë e kësaj marrëveshje për fuqizimin e mbrojtjes shteteve të rajonit për të sfiduar të gjitha rreziqet që cënojnë sigurinë rajonale, atëherë Serbia mbetet një vend i izoluar. Pra, kjo nuk është një Schengen siç e menduan ata, apo një Open Balkan, që do të më sfidu, ishte një reagim revanshues ndaj procesit Berlinit dhe integrimit në Bashkimin Evropian, me qëllimin për ta shantazhuar Bashkimin Evropian se ne mund të orientohem ka Unioni Euroasiatik apo tash që është krijuar ky BRICS. Pra, kjo është thjesht dhe vetëm për të rritur shkallën e mbrojtjes dhe sigurisë në rajon, që besoj se mbështetur edhe nga NATO, sepse vendet që e përbën janë të NATO-s dhe kanë dobi të gjitha shtetet, në veçantë ka dobi Kosova. Besoj se edhe Shqipëria mund të shkëmbejë shumë me Kroacinë, për shkak se Kroacia ka një industri të mbrojtjes shumë të avancuar. Dhe kjo nuk është e rastishme, kjo ka një traditë historike të miqësisë dhe besueshmërisë të ndërsjellë. Ju e dini se me fillimin e luftave në Jugoslavinë me shpërbërjen e saj, shqiptarët kanë qenë një faktor determinues dhe shumë mbështetës në luftën e Kroacisë. Siç ka qenë edhe Kroacia mbështetëse e shqiptarëve në çdo sfidë që kemi kaluar, e dini në vitin 90 kur është mbyll televizioni i Kosovës dhe gjitha mediat edhe jeta, dritarja e parë informative para Shqipërisë është hapur në Zagreb. Prandaj këtu ka një traditë besnikërisë dhe besueshmërisë mes popujve tonë dhe shteteve tona, që nuk pengon integrimi edhe shteteve të rajonit. Çka është më rëndësi për Kosovën? Kosova ka pas kur ishte konferenca e sigurisë në Mynih, ka pas një shqetësim atje që u shpërfaq, pra lidhur me ato sfidat që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë dhe të forcimit të mbrojtjes dhe rritjen e aleancës strategjike me SHBA. Ka qenë një lloj, si të thënë, distancimi, i cili për ne ka qenë shqetësues pra nga programet amerikane fjala. Mirë po, me një marrëveshje apo një ofertë që la bëri tani Washingtoni, që ne të përgatisim një draft marrëveshjes, që do të duket pastaj si marrëveshje për nevojat që kemi për forcimin e mbrojtjes, pra ngritjen e kapacitetit, ne jemi në proces. Atëherë besoj se është një rikthim i fuqishëm i kësaj situate, sepse Kosova është duke ndërtuar kapacitetet veta të mbrojtjes brenda standardeve të NATO-s. Dhe çdo dobësim i kësaj qëndrueshmërie mbështetëse të SHBA-ve, atëherë për vend pikpyetje edhe për poshmërinë vetë forcës apo FSK-s në këtë rast me standardet e NATO-s. Ky rikthim dhe ky përforcim është jetik dhe unë mendoj se Kosova duhet edhe të shkojë një hap më larg se sa vendet e rajonit. Na jemi në një situatë më specifike, nuk janë më lehtë as Bosnia, edhe Kroacia nuk mund të jetë shumë e qetë në raport me Serbinë, as Mali Zi dhe Maqedonia. Mirë po, Kosova ka një situatë më specifike sepse ne jemi shkputur me luftë dhe jemi duke u përballur rëndë me procesin e dialogut dhe tendencën për me arriti marrëveshje finale. Dhe çfarë do të konsistonte ky avancim, ma tutje
i raportit strategjik me Shebave, unë mendoj se duhet parë mundësinë e avancimit në një prani të përhershme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, forcave armatose siç është rasti me siç është traktatin mes Koreas Jugore dhe Shebave, ju dini specifikën e Koreas Jugore me atë veriore, në një situatë analoge jemi ne me Serbi, e cila ende nuk e njeh Kosovën pavarur, e mban brenda kushtetutës së saj, nuk i përmbush detyrimet që ka marrë nga marrëveshjet ndërkombëtare në raport me Kosovën, pra mundohet na marrë peng në një status quo e cila nuk është në favor të Kosovës, kur kem parasysh edhe zhvillimet globale të sigurisë. Kështu që unë mendoj se këtu gjendet një ekip që i cili ulet me partnerin tonë, me aleatin tonë kryesor që janë Shebave dhe ta avancojnë këtë status në një traktat mbrojtës përbashkët, duke mos u shmangur nga asnjë nismë rajonale që e ndihmon forcimin e mbrojtjes dhe rritjen e aftësive kapacitete ushtarake për të bërë pjesë e kësaj arkitekture mbrojtje që po ndërtohet në pjesën e Ballkanit, Evropën juglindore, pra kjo është një nismë diplomatike e Kroacisë. Mirë, po mos harrojmë se pas zhvillimeve gjeostrategjike të sigurisë, për shembull, luftës në Ukrainë, ndryshimeve në administratën Trump sa i përket sigurisë globale, NATO-s, Bashkimit Evropian, tani ju keni pasur edhe vetë Bashkimi Evropian po mendon këtë drejtim për të rritur kapacitetet në fushën e mbrojtjes së sigurisë dhe po synohet aty diku me 850 miliardë të investohen në fushën e mbrojtjes. Mendoj se Kosova dhe vendet rajontar duhet të shohin plasimin, domethënë integrimin e kapacitetit të mbrojtëse në këtë arkitekturë sigurie në nivel Bashkimit Evropian, po edhe më lart në NATO. Zoti Berisha, në një analizë tuaj për këtë marrëveshje, ju ndër të tjera shprehni që Kosova do të shkojë edhe më tej për blerë dhe avion nga luftarët nga Izraeli. Shqipe, Kosova është në procesin e ngritjes kapacitetit në një periudhë 10 vjeçare, e cila është ndarë në 3 faza. Me nga 3 vite, viti i parë ka qenë viti 0 për ndryshimet administrative, legjislacion, rregullore të tjera. Dhe në këtë proces, në çdo fazë ka objektivat e veta. Domethënë të arritjeve, të kapaciteteve për të shkuar drejt kapaciteteve të plota operacionale. Ne jemi tash diku në fundin e fazës 2 dhe faza 2 është karakterizuar me blerjen e armatimeve, kryesisht në fushën e mbështetjes me zjarr, domethënë të artillerisë dhe armatimeve të tjera. Ka ndryshime në standardën, kërkesa për shkak se teknologjia ka avancuar, nuk ka më vëzhgues toksor të ground surveillance device, pajisjet të vëzhgimit toksor, por ka avancuar teknologjia, sot janë dronët, dhe ne kemi ndryshuar të. Ose kemi pasur armet kundërblind të krahut, dhe nga ato granat Hellstit i kemi ndryshuar dhe sot i kemi Javelin. Në të ardhmen mendojmë se artilleria nuk do të jetë më me tërheqje, po të jetë në makineri me sistem digital shënjestrimi e tjera. Pra, siç avancon teknologjia, avancojnë edhe kërkesat. Për sistemi i blerjes tonë ka qenë i fokusuar në programin French Military Stealth, programet mbrojtjes dhe pajisje të mbështetjes me pajisje me stërvitje me gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një marrëveshje full stop agreement për, domethënë, statusin e forcës, marrëveshje të plotë me Ajovën dhe këtë mbështetje kemi pas në mënyrë permanente. Pastaj kjo qeveri ka provu të bëjë një diversifikim të mundësive të blerjes edhe përmes të marrëveshjeve bilaterale me shtete të ndryshme, siç janë aktuale tash me Turqinë e tjera. Mirë po, kjo sa ka anën e mirë diversifikimi, ka dikur do ta kishte të mirë. Sikur partnerin kryesor mos ta kishim sigurt, për shembull Shebave. Mirë po, derisa ne kemi Sheban, cila ka dhënë tërë asistencën e vetë, edhe teknike dhe profesionale, në ngritjen e forcave armatose të Kosovës. Ka përcaktuar rrugë të furnizimit dhe blerjes armatimeve sipas implementimit të projektit për forcat armatose të Kosovës. Atëherë çdo marrëveshje bilaterale për blerje diversifikuar në me shtete të tjera, unë mendoj se nuk është e arsyeshme. Bile ka më na shkaktu probleme në çështjet e logjistike, të mirëmbajtjes, pjesë rezervë, municioneve të tjera. Sepse atë na duhet të orientojmë shumë shtete. Kështu kemi fokusin vetëm me Shebave. Unë mendoj se duhet rrugë dhe tani jemi në fundin e fazës së dytë dhe fillon faza e tretë e implementimit. Në fazën e tretë do të krijohet edhe flota ajrore, pra me helikopter multifunksional, do të thotë edhe për operacione medevac, evakuime medicinale, edhe për firefight, domethënë për shurjen e zjarreve të tjera.
edhe pastaj për fajtera, vetëm montohen pajisjet edhe shërbenet edhe për luftë. Këtë e kemi analizuar, këtë e kemi planifikuar, ta kemi në forcë, dhe tani është faza kur ato pjesë të flotës ajrore fluturake duhet të blihen. Blerja pastaj është sipas preferencës, kostos të tjera, mirë po unë mendoj se duhet të harrojmë kursin e blerjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse na lehtëson edhe punët logjistike dhe të mirëmbajtjes së furnizimeve. Një alternativë, se shqipët na duhet me ulëmtu tregun, një alternativë që ka ndihmuar shumë, që do të na ndihmonte shumë në krijimin e kapaciteteve është edhe blerja që kanë preferuar nga Izraeli. Këto analiza i kanë bërë gjatë kohës sa kam shërbyer fort e vitit 20, me qenë se kam qenë pjesë të rishikimit strategjik dhe e hartimit të këtij plani gjatë tranzicionit, por edhe monitorimit vazhdueshëm në implementim. Kem parë aeroplan të forcave izraelite, në atë kohë kam komunikuar drejt për drejt, edhe me personalitetet edhe të kuvendit, edhe të mbrojtjes, edhe të industrisë mbrojtjes të Izraelit, të cilët na kanë ofruar dhe sugjeruar aeroplan të cilët kanë aftësi për të kryer edhe këtë së shqipe, 3 role që i luan, ta zon, 2 role që i luan me helikoptere multifunksional, mund të kryejë edhe aeroplani. Ateron në pistat ndryshme, nuk është të thonë të ketë një pistë gjithmonë standarde, mbushet me ujë në çdo liçen kudo që të ndodhet, e kryen edhe rolin e shurjes të zjarreve, edhe mund të ndihmojë edhe në luftime sepse i ka pajisjet për bombardime të tjera. Pra, ne duhet me pa edhe koha e përgatitjes së pilotëve është më e shkurt, afati, pastaj kosta e atyre është më e lirë se sa blerja e helikopterëve. Prandaj ne duhet të shohim që kemi luftuar gjithmonë ta kemi një ushtri që s'është e madhe në numër, por është shumë e pajisur me teknologji, është shumë operative dhe shumë efektive dhe efikase kur operon. Kështu që unë mendoj se duhet mendojmë këtë tema, ka ekspert, ka ushtarak brenda trupes atje, edhe me të cilët koordinohemi, me të cilët bisedojmë, me të cilët i pranojmë sugjerimet, dhe ka atje është një ekip këshillues i NATO-s që në vazhdimsi na mbështesin për ta ndërtuar një forcë sa më të aftë për të operuar në çdo rrethon që do të ketë nevojë Kosova dhe populli i saj për të mbrojtur. Zotë Berisha, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju për të besimin.